Uroj që sot Republika jonë të ketë zgjedhje të qeta, zgjedhje të rregullta, zgjedhje demokratike. Uroj po ashtu që të kemi zgjedhje me pjesëmarrje sa më masive të qytetarëve të Republikës sonë me të drejtë vote. Si gjithnjë, zgjedhjet janë një proces i rëndësishëm demokratik, ku vendimarrja kthehet tek qytetarët tanë dhe shpresoj natyrisht që rezultatet e këtyre zgjedhjeve të rezultojnë me krijem sa më të shpejt të parlamentit dhe zgjedhje të qeverisë së Kosovës, të cilat janë të domosdoshme për procese të rëndësishme të brendshme dhe ndërkombëtare për Republikën tonë. Dua t'i falenderoj të gjitha institucionet që janë angazhuar dhe angazhohen edhe gjatë ditës së sotme që ky proces zgjedhor të jetë sa më i rregullt, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tek institucionet tona të sigurisë dhe ato të drejtësisë. Si gjithmonë, një falënderim edhe për juve mediave që sot gjatë tërë ditës do të raportoni për këtë proces. I uroj gjithë qytetarët e Kosovës dhe shpresoj që gjithçka të shkojë në rregull dhe qetë.